Përshëndetje shikues të televizionit Al UK TV, mirë se po takohemi sërish në emisionin Biseda në Londër. Kësaj radhe kemi të ftuar një personalitet nga arsimi në Kosovë, i cili me dekada ka jap një kontribut të jashtëzakonshëm në mësimdhënien si dhe drejtor dhe po ashtu edhe në fusha të ndryshme të arsimit në Kosovë. Përveç kësaj, ai është aktualisht asambleist në komunën e Prishtinës dhe këshilltar, po ashtu nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës. Pra ne do të lidhemi me Skype me profesor zotrin Ajet Brajshori. Përshëndetje profesor, mirë se erdhe në televizionin e Al UK TV, në televizionin e diasporës shqiptare këtu në Londër. Përshëndetje shpresa, faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë. Profesor, kisha dashur të fillojmë së pari nga rrugtimi juaj në arsim. Çfarë ju inspiroi që të zgjedhni pikërisht arsimin dhe cilat kanë qenë momentet më të rëndësishme gjatë këtyre viteve? Shpresa, unë qysh në klasën e 5 fillore të falenderoj babën me vizionin e tij që ka qenë një arsimdar të jashtëzakonshëm, më ka orientuar në drejtimin që të jemi mësues i popullit. Me mbarimin e shkollës fillore në vitin 1969, unë jam regjistruar në normalin e Prishtinës, që atë normalja ka pas 5 vite dhe kemi krijuar ashtu me afat rekord. Dhe me njerë jemi punësuar si mësues në vendlindjes, në atë kohë kishte nevojë për normalisë, sidomos shkollat e viseve rurale, dhe si ri dikun rreth moshës së 19 vjeçare pak muaj, kam filluar të punoj si mësues klase në fshatin tim në vendlindjen e Sharban. Dhe për mua ka qenë profesioni më i afërt dhe më i dashur, dhe kështu gjatë gjithë jetës jam munduar me bërë më të mirë të mundshme dhe gjithmonë duke dashur për ditë më shumë. Mbi 30 vite në këtë profesion, gjithashtu edhe drejtor në shumë shkollat, cilat kanë qenë sfidat që jeni përballur më shumë te me arsimin në Kosovë? Andrejtën, unë 46 vite kam qenë drejt në arsim. Kam punu diku në rreth 18 viteve së mësimdhënës, mësues klase, pastaj profesor i gjuhës, dhe afër rreth 29 vite kam udhëheq shkollat të gjitha niveleve. Kam filluar me shkollën fillore, pastaj me shkollën teknike profesionale dhe kam mbaruar me gjimnazën shoqërore Medgash. Gjatë këtij rrugtimit kanë qenë sfida të ndryshme. Jo vetëm mua, por e kam përcjell edhe arsimin, e kam përcjell edhe shoqërinë, e kam përcjell edhe Kosovën përgjithësi. Dihet nga poshtë, nga pengesat prej okupatorit të okupues serb. Mirë, po misioni i ynë ka qenë i qartë, ta japim më të mirën të mundshme në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve, në rrugën e dijes, por krahas saj edhe dashurinë për avdhje, për libër, për abetare, për prind, për liri e kështu me radhë. Dhe nga vitet 89, sidomos ne kemi përjetuar ato demonstrata, kemi dhënë kontribut në demonstrata, me kërkesat që dihen tash çfarë kanë qenë, dhe nga ajo kohë ne kemi pas gjithmonë pengesa në sistemin arsimor. Për të veçuar këto, ka qenë vitet e 90-ta, kur atëherë u pengua sistemi arsimor, sepse ishte hal në sy për okupatorin serb, dhe atëherë të gjitha forcat të orientohen që ta pengojë arsimin shqip në Kosovë, në të gjitha nivelet. Unë në vitet 90-ta u emërova dhe drejtor i shkollës, fillimisht në shkollën fillore Zener Ajdini, dhe përjetova vërtet një padrejtshmëri të madhe kur u arrestova kysh në ditën e dytë si drejtor shkollës. Kanë ndodhur shumë gjëra tjera, më vonë arrestime edhe 4 apo 5 herë, por kemi pas misionin e saktuar që ta bëjmë punën tonë më të mirë gjatë të menaxhimit të dhejtë shkollës. Këto kanë qenë vitet që të më sfiduar, por të atyre kemi bërë punën më të mirë, jo vetëm unë si drejtor shkolle, por bashkërisht si intervencionale në Kosovë e të varë. Na kanë sfiduar më shumë të padrejtisht. Mirë po, profesor, ju e cekët që ka pasur shumë vështirësi të zhvillot arsimin në atë kohë dhe po ashtu nga përvoja juaj ka që gjatë në arsim. Si shihni arsimin
në Kosovë sot, në ditët e sotme dhe si krahasohet me ato kohën më parshme se si është zhvilluar arsimi në Kosovë? Unë mundohem pak fjalë me përshkruar kontributin e madh të arsimit në ndër vite, sidomos në vitet para 90-ta dhe gjatë 90-ta, që për mua mbetet një pjesë e historisë e pashlyer dhe një kontribut të jashtëzakonshëm që kemi bërë në ato vite. Pas luftës, ne patëm një reformë në arsim, që unë mendoj nga eksperienca ime nuk është studiuar mirë reforma, edhe pse kemi standard për të bërë pjesë të familjes madhe të shkolla bashkëkohore, për të bërë reformimin të quajtur të thellë në arsim. Por reformimi nuk bëhet vetëm të marrë gjërat si kopje, pa analizuar situatën e gjendjes në shkollat tona, sidomos pas luftës që kishim me qindra shkolla të shkatërruara. Dëshkëm me bërë ndërtimin e tyre, renovimin e tyre, me krijuar hapësirë të mjaftueshme për nxënës, me pajisje mjete, dhe në këtë mënyrë neve na u dash një kohë për të bërë një hapësirë të mjaftueshme për nxënësit tanë. Përveç kësaj, një sfidë ka qenë edhe zbatimi i kurrikulës. Për mua kurrikula në arsim në kupton një mundësi më shumë për të plan programin, se ne kemi thënë planet dhe programet mësimore, por kurrikula i lën mundësi nxënësit të më gjatë, dhe të jetë inovator, të jetë volumtues, të mëson nga shumë drejtare të dijes, por është dash një kurrikul e cila i përshtatet edhe kushteve edhe specifikave të nxënësve dhe familjeve në Kosovë, në mënyrë që hap pas hapi të ecëm sigurt dhe mos të dështojmë në rrugën e zbatimit të kurrikulës. Nuk po e quaj dështim, nuk duhet të kesh kuptuar, por nuk e kemi edhe një zbatshmëri të suksesshme ashtu çfarë duhet të jetë. Sepse kemi pas një disproporcion prej kurrikulës në trajnimin e mësimdhënësve dhe deri te tekstet mësimore. Mendoni që ka qenë hap i ngutshëm kjo? I ngutshëm ka qenë, për mua i ngutshëm. Ne kam thënë që dash një disa vite me përpunu mirë kurrikulën, ashtu që shpjelluam një herë në disa shkolla në Kosovë, me analizue, me studiue apo shkon puna mirë, me i trajnuar mirë mësimdhënësit se si zbatohet kurrikula, metodat, teknikat, instrumentet e vlerësimit të shumë gjëra tjera, por paralel me ta me ndjera tekstet mësimore. Nëse zbatohet kurrikul me bazë në shkollë dhe kurrikulin e përgjithshme të Kosovës, por ende në disa shkolla, sidomos në shkollat profesionale, na mungojnë edhe tekstet mësimore. Në shkollat gjimnaz dhe shkollat e mesme të ulta fillore, tekstet nuk përputhen shumë me kurrikulin dhe nganjëherë krijojnë edhe një, mos të quaj lodhje, por një pakënaqësi edhe nga arsimtarët, dhe nga nxënësit, dhe nga prindërit. Mendoj që këtu kemi pas një thyrje që dash pak kohë më shumë me përpunu dhe me studiu kurrikulin, që kur të fillojmë në zbatshmëri, të fillojmë edhe të kemi suksese. Zoti Brajshori. Me veç një plotësim. Pas aty në shkollave që ishin se shkolla pilote për zbatimin e kurrikulës në vitin 2003 me vonë, nuk është bërë asnjë analizë për të parë cilat ishin pikat e forta apo pikat e dobta, cilat ishin përparësitë, cilat ishin mangësitë, çka mundemi me ndryshue. Po tani erdhi vendimi për të zbatuar në krejt Kosovën, edhe këtu unë shqetësimin ose të kësaj dite se nuk po mundemi me treguar më të mirën të mundshme në zbatimin e kurrikulës. Mirë po, profesore, mendoni ju që ka qenë kjo nga ana e mësimdhënësve që nuk kanë mundur ta zotojnë këtë, apo ka qenë problemi tek nxënësit që nuk kanë mujtur të akceptojnë? Kurrikula ka një mision tjetër shpresë. Kurrikula përgatit pikërisht të nxënës të dijes, qytetar demokratik, qytetar inovator, dhe është e bazuar në arritjen e kompetencave. Jam i qartë? E kam qartë, po, e kam qartë. Në diapazon shumë gjë. Mendoni që ka qenë hap i ngutshëm për mësimdhënësit apo për nxënësit?
Jo. Fillimisht dashur mësimdhënësit më përgatit mirë në zbatimin e kurrikulës me metoda dhe teknika bashkëkohore. Sepse mësuesi kur ja afron nxënësit në mënyrën më të mirë të mundshme, me një mësim shumë atraktiv, shumë i pranueshëm, shumë i lezetshëm, atëherë nxënësi e pranon. Truri i tij është kristal, ai e pranon. Prandaj është me u shoqëruar fillimisht për punimin e mirë i kurrikulës, përgatitja e mirë e mësimdhënësve në trajnim, e pastaj për të zbatuar edhe në përshkolla. Ne, arsimtarët shkonin një vit kishe në zbatimin e kurrikulës, edhe 5-6 ditët e fundit në muajin qershor marrën trajnime për të përgatitur në zbatim. A e kupton çfarë thyrje? Do të thotë fillimisht është dashur mirë më përgatitur mësimdhënësit, sikur që jemi përgatitur ne dikur, edhe kur ke dalë para nxënësve, para audiencës, para aktorëve të arsimit, të dashur me dhënë një performancë shkëlqyeshme të punës. Këtu unë e shoh një thyrje, kom thonë në debate të ndryshme si bashkëpunëtori i ministrisë, në tërheqje, në konferenca ndryshme, edhe them sepse ende sot kemi çalim në zbatimin e kurrikulës. Profesor, Dhe sukseset nuk janë shumë të kënaqshme. Tjetër është notimi, kriteret e notimit. Po, këtu në Londër për shembull, në çdo fillim, para fillimit të çdo haftermit, kanë shku çdo herë mësuesat në trajnim. A është duke ndodhur edhe kjo në Kosovë të kenë para përgatitje për të filluar mësimin pas çdo haftermit? Fakulteti i Edukimit nga viti pas çdo pushimi. E kuptoj. Fakulteti i Edukimit nëse zgaboj nga viti 2015 e kam fjalën për shkollat e ulta, për shkollat parauniversitare, shkollat fillore dhe shkollat e mesme. Do është ta medalë. Fakulteti i Edukimit nga viti 2015 ka marrë kompetencat për përgatitjen e kuadrave për arsimin e shkollave fillore dhe shkollave mesme. Në kuadër të saj bëhet edhe përgatitja në zbatim të kurrikulës. Me një përvojë në përshkolla, nuk është e mjaftueshme. Tani pranohen mësimdhënësit në përshkolla dhe trajnimi i tyre ndodh pasi ta mbojnë një vit zbatim të kurrikulës. A më kupton kjo? Po, e kam qartë. Para se me fillu viti pushimet e atij vitit, ashtu gati si në Londër që janë ka orari, mirë po për mua unë mendoj që këta duhet më përgatit para se me fillue zbatimin e kurrikulës në përshkolla, si kuadër një trajnim 5 ditor, edhe vazhdimisht me vazhduar në trajnimet e të ndryshme, sepse mësuesit tanë jetën duhet me qenë nxënës. Tanë jetën. Do të thotë vazhdimisht ka reformë, vazhdimisht ndryshim, edhe vazhdimisht duhet me u përgatit edhe me u aftësuar përmes trajnimeve të ndryshme. Këtu e shoh këtë thyrje, pak që nuk po më jap kënaqësi, por edhe rezultatet ndoshta nuk janë as për të përshëndetur. Jo për të nënshmuar. Po. Megjithatë, të gjitha këto që i cekët, cilat janë problemet kryesore të cilat përballet arsimi parauniversitar në vend? Unë do të ngrej 5 komponente për cilat jam thirrë gjithmonë. Ndoshta nuk janë më të mirat, unë nga eksperienca ime që tash bëj gjysmë shekull shpresë, edhe pse unë 46 vite parafërsisht kam qenë drejt pas drejt, po edhe tash jam në një linje përsëri me arsimin, për ta ndihmuar arsimin, edhe në këshillëdhënie, por edhe mbajtjen e trajnimeve, që mbaj trajnimin e 5 komponente të zhvillimit të shkollës, udhëheqje dhe menaxhim, vlerësimi performancës, se mos t'i përmendi. Mirë po, unë mendoj përsëri se shkollat e Kosovës ju mungon autonomia plot. Kemi filluar shkollat me centralizuar. 2. Shkollat do të lirohen, dhe udhëheqësit e shkollat do të lirohen nga ndikimi politik. Për mua është një virus vajgi i dëmshëm. Mendon që edhe në shkollat parauniversitare ka ndikim politik? Po, emërimi i drejtarëve, sidomos, nga njerë edhe përzgjedhja personale, po sidomos të emërimi i drejtarëve. Po. Drejtarët më shumë janë drejtar administrativ,
se drejtor, vendimarrës dhe ekzekutues. Ju ka marrë drejta të jeni edhe në panel për ta pranuar kuadrin e vetë. Formuan komisione të ndryshme, për që deri në 2016 drejtori ka qenë gjithmonë antar i panelit, atij komisionit kur janë pranuar kuadrat, edhe ka dhënë mendimin e vet. Pastaj marrja e autonomisë në menaxhimin e financave. E bën planifikimin komuna, ndan mjete për ta. Drejtori i shkollës ka më bëu vetëm kërkesa edhe një fakturë sa do thjesht me qenë, do të më kaluar për zyrtar të drejtorisë komunale për ta blerë qoftë në kuti shkumsa, qoftë edhe shumë gjëra tjera. Mandej, të faktor që mua me pengon normalisht, i thash autonominë, politika në ndikim, vlerësimi performancës së drejtorëve do të bëhet çdo vit. Do të jetë proces. Nëse drejtori nuk tregon për zhvillim të shkollës ose performancë brenda një vitit, është e dëmshme me majt 4 vite. A jemi qartë? Po. Sa veshë do të thonë një institucion. Komuniteti i prindërve në krahasim me të kaluar është vetëdijstuar shumë dhe është drejt për drejt në organet e shkollës. Janë antar këshillit drejtues, këshilli prindërve, në grupet e ndryshme të interesit shkollës. Zëri tyne duhet të jetë shumë më i fuqishëm, jo vetëm në shërbimin e një kryerje të një obligimi, por se sot në radhën e prindërve kemi kuadra të ndryshme, munden me dhanë shumë për shkollën, dhe e pesta normalisht unë e shoh, nuk duhet të mbështetemi gjithmonë vetëm në kushte teknologjike. Ne kemi teknika, metoda për të afruar nxënësit mjaft njohuri, e përmes mjeteve digjitale e zhvillojmë paralel me reformat të tjera në sistemin bashkëtor. Për që këto janë ato 5 nevoja që në të shoh në shkollë do të kemi një shtrirje pak më shumë, edhe në veçanti edhe njëherë po them rrirën e autonomisë në shkolla. Drejtori duhet të jetë faktor edhe përgjegjës i lartë edhe për zhvillimin e shkollës, edhe nëse nuk e bën atë, nuk ka nevojë me qëndruar asnjë mandat, mos flas 2-3 mandata drejtor shkolla. Sepse thotë më shkolla e mirë bëhet vetëm me drejtorin e mirë, me vizion për zhvillimin e shkollës nga drejtori dhe me guximin e tij. Ajo thotë, s'është mendimi im. Si mendoni, profesor, infrastruktura shkollore është në nivelin e duhur për të afruar cilësi në arsim në shkollat? Mendoj që pak e kemi ende në disa qendra urbane, si Prishtina, disa qytete tjera që ende nuk e kemi standardin, sepse një nxënës do të ketë 1.8 deri në 2.2 metra katrore hapësirë brenda shkollës. E kupton? Nëse një klasë ka 30 nxënës, do të ketë klasa rreth 60 metrave katror. Por ato përfshin edhe objekte tjera përcjellëse. Për zhvillimin e ekonomisë shkollore do të jenë 5 metra katrore jashtë. To nuk e plotësojmë. Ne kemi hapësirë. Edhe më shumë është në shumë fshatra, edhe pse janë ndërtuar shkolla të reja pas lute, janë boshatis fshatra dhe shkollat kanë me të mbyllura. Edhe të ndërtuara pas lutës, kjo është edhe më shumë. Tu që nuk jemi shumë keq, kemi disa shkolla janë manë kokos, për shkakun Prishtinë kemi, Smal Qemali është shkolla më të ngarkuar në shkollat fillore të mesme. Edhe pasojnë disa shkolla, por aty sillen mirë, se numri i nxënësve sillet mesatarja 25 nxënës është standard. Kështu që me ndërtimin e objekteve edhe të reja, por edhe me anekse që kanë bashkangjit, shkolla është zbutë dhe kemi një hapësirë, por nuk do të thotë që është kryer krejt, se gjithmonë do të investohet. Edhe në biblioteka, edhe në salla, edhe në kabinete, kështu me radhë. Profesor, siç e dimi, çdoherë pothuajse Kosova në testin PISA ka qenë më ulta në krahasim me vendet e Ballkanit. Dhe sipas jush, cilat janë arsyet kryesore të kësaj performance?
Shpresa sikur e njëjta pyetje sikur me qenë ajo dhimbja kolektive, po them, në rezultatet jo të mira të PISA-s, komunitetit tonë shkollor, edhe është vërtet jo mirë. Në pyet, më thuaj se ta kemi apo intervjuar. Unë në vitin 2015 kam qenë drejtor në shkollën teknike. Dhe atëherë kemi filluar me pjesëmarrje në testin e PISA-s. Nga analizë që kemi bërë dhe nga përgatitja dhe nga informatat që kemi marrë nga lartë deri te shkolla. Dhe duke njohur nivelin e shkollave vendeve mike, unë edhe kom thënë, po e them përsëri që nuk o dashën ne, bile edhe që tash që jemi në përgatitje të këtij vitit, po diku në rreth 30 vite pas luftës mos me marr pjesë në testin e PISA-s. Mos me marr pjesë. Pse mendoni? Sepse fillimisht nuk është kuptuar drejt dhe mirë, po flas për vitin 2015. Vesh u dhënë si informat pjesëmarrje dhe ato pyetje që ne i kemi pa më vonë dhe i kemi studiu, janë pyetje të zhvillimit të shkallësive të nxënësve dhe shkallësive të buta dhe hulumtimeve të nxënësve, standardet ku mësojnë e kështu me radhë, që mendoj ne o dasht me prit, me përgatit, me plotësu këto kushte, e pastaj me qenë pjesë e testit PISA. E dyta, me tetet që jemi në garë, kështë teste kanë kryer para shumë viteve, 20-30 vite, fillimisht në shkollat e tyre, pastaj në nivel komunal, pastaj në nivel shtetëror, edhe kanë dalë në garën ndërkombëtare. Ne s'kemi kaluar, s'kemi arrit me i kuptuar drejt e mirë, me zhvillu këto gara njerë në nivel shkollave, pastaj në nivel vende, edhe pastaj më bu garuesën ndërkombëtarin e testit PISA. Dhe është përsëri e rrezikshme, me që edhe në këtë vetë nuk kemi me nda mirë me testin PISA. Mirë po, si mund të... Eksperienca, edhe kom ngrit këtë çështje që ka qenë mirë me kalu në për këto periuda, në për këto faza, në për këto para përgatitje, apo edhe gara pas nivelit. Sipas jush, si mund të përmirësohen përgatitjet e nxënësve për testin PISA? Çfarë duhet bërë në këtë drejtim? Unë përsëri po e them atë mendimin tim, atë teorinë time që dash njerë mi përgatit sipas niveleve shkollore, pastaj edhe nivel vendi, dhe normalisht me marrë një përvojë nga shtetet që janë garuese me vitet e tëra, dhe në këtë mënyrë mi afruan nxënësve tanë, sepse pyetjet nuk bën nga ne, bën nga ndërkombëtarët, dhe këtu kemi një disproporcion edhe në jetën e tyre, edhe në standardet e tyre, edhe në përbërjen e familjes e vendet të mësuarit, që mendoj, ndoshta tash me ngrit që edhe me përfshi edhe pyetjen e PISA konform standardeve dhe zhvillimit të arsimit në Kosovë. Mirë, po çfarë është e nevojshme, profesor, të jetë një reformë e thellë në arsim që të përmirësoj rezultatet e mësimdhënies në përgjithësi në Kosovë? Nga njëra reformën shpresa e fokusojnë vetëm në një segment. Reforma shkollore nuk është vetëm me krijimin e hapësirës të nxënësve në për shkolla. Ajo është një plotësim i kushteve për të zbatuar më mirë kurrikulin dhe për të bërë një sukses më të mirë. Kur e kemi një shkollë të kompletuar me hapësira në klasë, me kabinete, me laboratore, me salla të edukatës fizike kështu me radhë, mundësia e nxënësve është shumë më mirë për të përfituar një orite nga mësimdhënësit. Por para kësaj mësimdhënësit do të jenë të përgatitur mirë për mësimdhënie dhe mësimdhënie. Ma mësimi nuk është ligjerues, mësimi është interaktiv. E kuptojmë? Dhe me dhanë, nxënësit do të jenë të pranueshëm me aktivitetet të tyre, me idetë të tyre, me mendimet të tyre, ashtu qysh ata dinë me japë, a qysh fletë nxënësi është artë, është kënaqësi. 70% e orës mësimore sipas kurrikulës tash do ta mbulon nxënësi. Por nuk mundet me mbuluar derisa mësuesi nuk ka
para vete teknika dhe metoda për ta bërë nxënësin të jetë interaktiv e mësuesit ta menaxhoj klasën. Kjo po mirë se po I kundërshtojmë mësimdhënësit. Jo, unë po referona që duhet një përgatitje shumë e thellë edhe mësimdhënësve, përkundër përgatitje universitare akademike që kanë, duhet vazhdimisht të jenë pjesë e punës, e trajnimeve, e ulëmtimeve, vizita studimore, e kështu me radhë që mësuesit ta kryejnë vetëm detyrën e vet, dhe mendoj kur I bashkangjitëm këto edhe kushtet e punës, përgatitjen e mësimdhënësit, nxënësin e qendër, atëherë kemi një reformë të kërkuar dhe mund të jemi anëtare barabartë me familjen e madhe shkolla bashkëkohore. Kështu e mendoj. Të ndalemi edhe pak tek angazhimi juaj në komunën e Prishtinës, jeni edhe asamblesë dhe këshilltar po ashtu dhe si vlerësoni gjendjen e arsimit pikërisht vetëm në kryeqytetin e Kosovës? Sa ka ndryshuar, sa ka ngecje? Po, shpresa mu me vjen mirë që ende kemi një mundësi për të ndihmuar qytetin tim, Prishtinën, në veçanti arsimin. Nuk ndihem ende I lodhur nga aktivitetin, nga puna, falë Zotit të përmirëshëndetën. Dhe falë Zotin që misionin e mësuesit e kam pjesë jetës, është diçka hyjnore për mua. Po më mallon Zoti edhe një jetën e përsëri arsimin nuk do ta ndryshoj, sepse për mua ka qenë gjithçka, ka qenë sport I jetë. As kam menduar të çështja materiale, ta ndroj, ta kam një të ardhur më shumë me ku ta diun, absolutisht. Kështu që edhe sot ndihem mirë kur mundohem me dhënë diçka. Dhe për këtë arsimit në Prishtinë, ju dini se në këtë vit kemi filluar me reformën me 5 shkolla në Prishtinë. Janë krijuar disa parakushte, normalisht, në hapësira shkollore, në kuzhina shkollore, në mësim tërditor, në përgatitje të mësuesve të aktiviteteve ndryshme, është një hap. Është për ta përshëndetur. Ende nuk kemi matje. Presim mrena muajit maj qershor si po reflekton. Ndryshimet e mëdha në drejtorinë e arsimit për mua janë shqetësuese. Shqetësuese janë sepse mundet me pas thyrje nga një entitet tjetër. Mirë, por nuk guxojna ne mi pas 5 shkolla në objektive me lanë edhe disa shkolla që gjithsej I kemi 71 institucione prej aty në parashkollore deri te shkollat e mesme. Do të shtrimi një zhvillim dhe një përfshirje, një krijim të kushteve sa më të mira. Prishtina është ngarkuar edhe me fëmijë, me nxënës që kanë ardhur nga komuna tjera, normalisht, vinë me rrethana me kushte. Ka vende për të dëshiruar, po të them, përkundër rezultateve kurseve që kemi në disa shkolla mjaft të mira dhe nga udhëheqësit dhe nga mësimdhënësit, por don punë ende. Unë mendoj që diku 20% që don edhe përgatitje ende profesionale, por edhe menaxheriale. Atëherë kisha dashur të ndalmi edhe pak po? E kemi edhe një është edhe më ta them, por e kemi edhe një keq kuptim në demokracinë e nxënësve dhe shkollës. Demokracia ka rregulla. E kemi një frymë e cila po I tejkalon edhe ato etikën e sjelljes edhe nxënësve nga njerëzit të mësimdhënësve, e sidomos ato normat pedagogjike, sepse nxënësit po mendojnë se në shkollë vërtet krejt puna bëhet për nxënësit, ju lejohet gjithçka me bërë. Por të gjitha duhet të jenë nën menaxhimin dhe respektimin e rregulloreve dhe ligjeve, akte normative që ka arsimi. Edhe këtu kemi disa probleme të quajt vogla në shkollën, ke shkollën, ankesa të prindve, që përsëri po vlen për të dëshiruar. Pres që do të ecë mirë. Mirë po, sa janë të sigurta, sa është siguria nga Komuna e Prishtinës për shkolla? Sa I kushton një rëndësi, me qenë se kohët të fundit, po thuaj se kemi shumë raste të cilat po ka përleshje, po ka... Anë të drejtën, ne kemi edhe drejtorinë e sigurimit për komunitetin e gjerë në qytet.
janë edhe policia. Për mua, siguria më e madhe në shkolla bëhet nga menaxheri dhe stafi tjetër i shkollës. Jo për ta nënshmuar rolin e policit, por nëse funksionon mirë ky trekonshi i famshëm pedagogjik, prindi, shkolla dhe nxënësi, me cilin ne kemi punuar për sa thash 46 vite. Edhe udhëheqja e shkollës tjetër në nivel të ngushtë, bashkëpunimi të trajton çdo mini problem, se jo problem, por mini problem. E vërtet. Të shtrijë aktivitete të ndryshme me nxënës që mos më lën atyre hapësirë më marr me gjëra jo të mira, me rregullat e shkollës. Mendoj që do ta keshëm një siguri edhe më të lartë në shkolla. E lëmshme është se disa hiqun dorë nga kjo, nga frika se po ankohet prindi, pa ankohet nxënësi, nëse të rjek vrejtjen pak ose ngrit pak zërën, s'jam për ta shqetësuar nxënësin kurrë, në tash vetë kam qenë 30 vjet drejtor, unë i falenderoj dhe i përkulem prindëve dhe nxënësve që kam miqë shokë sot dhe të ishë nxënësve të mi, të cilët me falenderimet më mira, kur i shoh, nuk du me thamë po përkulen, se na ke trasue dhe atëherë kur ti na ke dhënë edukatën, ndoshta edhe me një fjalë qortuese, sot për shohim që pas të drejtë. Ne kemi pak një liri të tepruar dhe po na ndodhin disa probleme besa në për shkolla. Pastaj kontrolli i nxënësve, që duhet bëhet nga drejtori, kujdestari i klasës, ekipi mbrana shkollës, nuk do të thotë që ja shkel fëmijët të drejtat. Se neve dikur ne kam bërë pedagogët, edhe unë vetë kam bërë në për shkolla, edhe sot isha e bëj. Edhe po mirë se ku pja shkel të drejten. Jo, ti nuk pja shkel të drejten, po pja garanton sigurinë. Sepse nxënësi duhet të dinë çka duhet me marrë në shkollë. Për ta është libri, lapsi, mjetet të mësimore, kështu me radhë. Këtu ndodh me ndërhyj edhe policia për mua është e papranueshme. Karrierën time kur nuk e kam pranuar dhe se kisha pranuar ashtu sot që me respekt për policinë, por ata me qenë se me thanë kontrollues në një klasë absolutisht. Derisa i kom pas mekanizmat mbrana shkollë dhe kanë funksionuar shumë mirë, edhe të përkra dhe prindrit, kom pas edhe prind që kanë qenë në radhën e këtyre aktiviteteve dhe kështu kemi ardhur deri të zbutja apo edhe të amortizimi çdo problemi në shkollë, siguria nxënësve ka qenë çdo herë mirë. Kështu që mendoj edhe tash do të me vepru kështu. Atëherë, profesor, kisha dashur të ndalmi edhe pak tek politika kombëtare, ju me qenë se jeni nga themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, jeni futur në këtë parti. Tashmë së fundi, si që di me nën shkurt, mbajtën edhe zgjedhjet parlamentare në Kosovë, dhe se vlerësoni performancën e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e fundit, dhe a ishte rezultati pritshëm apo ishte surprizues për ju? Shpresa është e vërtetë se ne jemi antarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës nga themelimi në vitin 1989 kur u formuar në 23 dhjetor. Mirë, po me 13 maj vitit 1990 në degën kodra trima, që të njeh mirë këtë pjesë, kemi qenë pjesë e strukturave të partisë deri në strukturat e larta të kryesisë të partisë, në këshillin e përgjithshëm në kohën e presidentit historik Ibrahim Rugova. Unë nuk muj me vlerësuar nga meritat të mëdha të Lidhjes Demokratike në vitet e 90-ta një parti që mund të më mirë një lëvizje gjithë popullore arriti të organizoj aq mirë përkundër okupimit klasik, edhe arsimin, edhe shëndetësinë, edhe institucionet tjera të përmend, edhe referendumin, edhe të krijojë miqët tanë kanë botës, dhe u finalizue me liri, me kontributin e gjithë qytetarëve të Kosovës, me luftën e ushtrisë lindtare të Kosovës, me përkrajën e miqve ndërkombëtar. Kjo është Lidhja Demokratike e Kosovës. Ne duhet ta dinë çdo qytetar, edhe sot, edhe ne që i takojmë asaj plejade. Jam me pat, unë dhe brezi jonë që kemi vepruar në kohën e presidentit Rugova. Në vitet e 90-ta, LDK ka qenë lëvizje dhe kontributi i saj historik është pjesë në vete që për mua janë vitet më të arta përkundër okupimit klasik serb që në nëllëheqjen e LDK-s
Dhe në nëlleshën e presidentit historik Ibrahim Rgovës, ne kemi arritur dhe kemi bërë një rezistencë të atill, aqësore, për krahas asaj janë formuar institucione të ndryshme dhe kemi ardhur deri tek liria duke falendëruar edhe kontributin e secilit qytetar, edhe kontributin e Kosovës dhe kontributin dhe ndihmën e meshve ndërkombëtar. Ata mesh që ka bërë presidenti historik dhe vizioni i tij, doktor Ibrahim Rugova. Është edhe më shumë nëse sot nuk e kemi pranë ata mesh dhe t'i njohim, jemi mirënjohës, bashkëpunojmë sepse edhe sot kanë mundësi me na ndihmuar në zhvillimin e Kosovës në fusha të ndryshme. Sa përket përmenda LDK-s në zgjedhjet e fundit, në pyetjen konkrete se pas vdekjes presidentit ka pas zbatica, fryma, rryma të ndryshme brenda LDK-s, ne që kemi qenë stabil dhe i kemi kontribuar përmes LDK-s edhe vendit, ai ka qenë interesi jonë, ideali është një armatë të tërë. Normalisht neve sot nuk na kënaqen shumë këto përplasje, këto brenda LDK-s, por po ndodhen nga individët që janë me interesa të qarqeve ndryshme. Çka keni pritur nga zgjedhjet e fundit? Mendoj që aktiviteti ynë ka qenë i fokusuar normalisht në rezultate shumë më të mira, edhe kemi pretenduar edhe deri te partia e parë. Po të them sinqerisht, nuk e kam parë rezultatin e mundshëm me ardhur te partia e parë. Apo ndëgjoj me shpresë? Po, vetëm vazhdo, tu ndëgjojmë. Mirë, po të dytin po, që unë po them për vetë. Por ku ajo përqindja? Ka menduar diku 25-28. E kupton? Në këtë matematikë e kemi llogaritja unë edhe me disa shokë, sidomos kjo brezi jonë, gjenerata jonë, por në mesën aty ka pas të tri. E shëndolli, vërtet ishte pa pranueshme edhe pa kënaqshme me rezultatet që të mbetemi në vendin e tretë. Në krahasim me vitin tjetër, që ishin vitit të 2021, është e vërtet që kemi një ngritje, por është rezultat i pakënaqësisë të disave të cilët kanë qenë në subjekte të tjera, dhe të e kuptuar që LDK-ja është një parti e cila është vërtet institucionale, të formuese, më qiltër, më pastër, më kuadra të forta, ju kanë afruar edhe kemi pas këtë ngritje nga 12 që ka qenë deputet në mandatën e kaluar, jemi tash në 20. Por nuk është përsëri e kënaqshëm. Arritje, por e kënaqshëm. Po, se është një parti shtetformuese. Okay. E aq më keq që ndodhen këtu jeni ajo në zgjedhje, në rrjedhjet e zgjedhjeve të fundit, brenda partisë nuk kisha dashur më lëshuar shumë, sepse i kam dhënë, jo që kam qenë më i ditur, por i kam pas do barometra nga politika e urtë, miqësore, vizionare, patriotike, idealiste e LDK-s për 35 vite, me disa veprime të individëve në kokën e partisë, nuk kanë qenë të lidhura me frymin e LDK-s, edhe i kam thënë, edhe ato i kam thënë për organet e partisë, nuk është mirë. Rruga e LDK-s ose rruga e LDK-ja nuk do në emërtim tjetër. A më kupton? Po, profesor. E di që është temë e zgjeruar dhe kishim pasur shumë të flasim për këtë rrugtim tuaj, mirë po për shkak të kohës 10 minutave. Unë, profesor, të falenderoj shumë për kohën që ishit prezent këto dhe përmes Skype-it për të folur për shikuesit tonë. Presa mu me ke bërë ndeja dhe respekt shumë. Jem pjesë e televizionit juaj për mua është respekti jashtëzakonshëm. Uroj me përmbush emisionin në konform pyetjeve që keni bërë. Jeni të lirë me marrë, me hiq absolutisht. Faleminderit. Jeni të lirë çdo herë dhe kur do herë që keni nevojë ndonjë informatë shtesë nga Kosova, tani me keni në linje, mjafton veç me më paralajmërua, unë jam në disponibil. Faleminderit, profesor, me shumë kënaqësi. Me familjen, uroj, nuk fe personalizoj tash. Sigurisht ke lexu këtë ditë dhe do të desh edhe më shumë për familjen tonë. Uroj që nëse ne shumë herë në për arsim, këmë thanë,
në një vlerësim, në vetvete, inshallah një guralec se ku vendos për arsimin, jo një guri, po guralec, që ku zhvillu arsimin. Por jam vlerësuar nga njerëzit edhe vendor, edhe institucional, edhe ndërkombëtar, ke pa ato me nevojë, mund bëjnë të ndihem mirë, se rezultatet mëdha të punës që kam bërë, por edhe si familje kemi dhënë kontribut për këtë Kosovë tash e 120 vite mund të themi. Por sidomos nga data 8 janari vitit 1921, kur 35 antar familjes Brajshori, kur vinin në Kosovë, kena me shkuar se mish me pa lapidarin që kemi hapë, gjithësisht e kemi shpalos me 8 janar këtij vitit që mbon 104 vite. Nga prerja, vujtje, djegja në fund të antarëve 36 me një dhomë, mundohemi mos me dhanë të drejtë se cilit me folë aq shumë për liri, kur kontributi njerëzve është shumë i madh edhe për te meje edhe për te familjeve të mëdha. Që une Profesor, uroj. presojnë në një moment të caktuar, do të diskutojmë tutje. Unë të falenderoj shumë për kohën dhe vërtet ishte kënaqësi dhe suksese tutje. Faleminderit shumë. Juve shëndete të mira në familje dhe në punën e përditshme. Jeni lajmtar për krejt botën. Ju përgëzoj edhe për punën që jeni të bërë, që keni bërë dhe uroj me të mirat. Faleminderit shumë për mundësinë të jem pjesë e televizionit juaj. Faleminderit shumë, mirupafshim. Mirupafshim. Pra të dashur shikues, me ne ishte profesor Zotri Ajet Brajshori, i cili ka qenë edhe drejtor në disa shkolla të Prishtinës, i cili ka një biografi shumë të gjatë në arsimin e Kosovës. Deri në takimin tonë, mirupafshim.